Pas zgjedhjeve të 11 majit, Agron Gjerk Markaj, drejtues politik i Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës, zhvilloi një intervistë për Top Channel dhe u shpreh se nuk ndan mendimin e atyre që kërkojnë largimin e Sali Berishës nga drejtimi i partisë. Sipas tij, Berisha nuk ka arsye të jap dorëheqjen pasi përballje me zgjedhjet ishte një farsë elektorale dhe konteksti politik nuk ishte i barabartë. Ai theksoi se kërkesat për dorëheqje vijnë nga radhët e socialistëve, jo vetëm nga demokratët apo shoqëria. Gjerk Markaj deklaroi se Shqipëria është humbësja e vërtetë e këtyre zgjedhjeve pasi standardet demokratike u cënuan thellësisht. Ai mbështet kërkesat për rinumërim votash brenda Partisë Demokratike, duke i cilësuar si të drejta legjitime të çdo kandidati për transparencë. Sipas tij, debati është pjesë natyrale e një partie që synon të jetë e hapur dhe demokratike, duke nënvizuar se brenda Partisë Demokratike ende ekziston një kult i fortë ndaj individëve. E sa i përket mandatit të fituar në Lezhë, Gjerk Markaj e sheh si një përgjegjësi për ta mbrojtur votën e lirë dhe për të çmontuar atë që ai e quan farsë elektorale. Ai shtoi se opozita duhet të përfaqësojë zërin e shoqërisë dhe të luftojë për rikthimin e demokracisë së vërtetë në vend. E në lidhje me kuvendin e ardhshëm, ai përjashtoi një qasje agresive dhe paralajmëroi angazhim institucional dhe ndërkombëtar për të mbrojtur hapësirat e pakta demokratike që kanë mbetur në Shqipëri.